Italia shpërson kodin rrugor, ja sa do t'jetë gjoba për këmbësorët që përdorin telefonin kur kalojnë rrugën. Këmbësorët që kalojnë rrugën duke parë telefonin mund të përballen së shpejti me gjoba në Itali. Ministria Italiane e Transportit ka propozuar ndryshime në kodin rrugor të cilat synojnë të rrisin sigurinë në rrugë dhe të ulin numrin e aksidenteve të shkaktuara nga shpërqendrimi i këmbësorëve dhe drejtuesve të mjeteve. Sipas projektligjit i cili pritet miratohet deri në mesin e muajit tetor, kushdo që përdor telefonin celular gjatë kalimit të rrugës do të gjobitet me 75 euro. Autoritetet argumentojnë se përdorimi i telefonit gjatë kalimit të rrugës ul vëmendjen e këmbësorëve duke rritur rrezikun e aksidenteve në situata kur drejtuesit e mjeteve nuk kanë kohë të reagojnë. Ndryshimet janë hartuar edhe pas një sër vendimesh gjyqësore në Itali ku përgjegjësia për aksidentet rrugore u është atribuar dhe këmbësorëve që nuk kanë treguar kujdes gjatë kalimit të rrugës. Projektligji nuk kufizohet vetëm tek telefonat celular, ndalimi do të përfshijë edhe përdorimin e tabletëve, laptopëve, kamerave digjitale dhe pajisjeve tjera elektronike që mund të shpërqendrojnë këmbësorët. Megjithatë, drafti parashikon edhe disa përjashtime. Përdorimi i telefonit do të lejohet në raste emergjente, ndërsa bisedat me pajisje hands-free nuk do të konsiderohen shkelje. Edhe mbajtja e kufjeve do të jetë e lejuar, por vetëm nëse nuk pengon dëgjimin me të dy veshët. Një tjetër sqarim i rëndësishëm është se ndalimi zbatohet vetëm gjatë kalimit të rrugës. Përdorimi i telefonit gjatë ecjes në trotuar nuk ndalohet. Përveç kufizimeve për pajisjet elektronike, projektligji vendos edhe detyrime të tjera për këmbësorët. Ata duhet të sigurohen që drejtuesi i automjetit i ka vënë re dhe ka ndërmend të ndaloj përpara se të hedhin hapi në rrugë. Drafti thekson gjithashtu se këmbësorët nuk duhet të hezitojnë gjatë kalimit pasi edhe kjo mund të krijojë situata të rrezikshme në trafik. Paketa e re nuk prek vetëm këmbësorët. Italia planifikon ta shpërthojë ndjeshëm edhe ndëshkimet për drejtuesit e mjeteve që përdorin telefonin gjatë drejtimit. Për shkelësit e përsëritur gjoba mund të arrijë deri në 2588 euro, ndërsa parashikohet edhe pezullimi i lejes së drejtimit për një periudhë nga 1 deri 3 muaj. Një nga propozimet që shkaktoi debat publik nuk do të përfshihet në ligjin përfundimtar. Bëhet fjala priden që drejtuesit e mjeteve mbi 85 vjeç të kufizoheshin të lëvizin vetëm brenda një rrezeje prej 100 kilometrash nga vendbanimi dhe të mos lejoheshin të përdornin në autostradat. Ministria Italiane e Transportit konfirmoi se kjo masë është tërhequr pas kërkesës së ministrit të infrastrukturës dhe transportit Matteo Salvini. Italia nuk do të jetë i vetmi vend që ndëshkon këmbësorët për përdorimin e telefonit gjatë kalimit në rrugë. Lituania e vendosi këtë masë në fuqi në vitin 2018, ndërsa Honolulu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte qyteti i parë në botë që miratoi një rregull të tillë në vitin 2017. Masa të ngjashme u miratuan edhe në qytetin japonez Yamato në vitin 2020.